Profesore Shamunseraj, kam pritur ju pa interes rënje në dorë të akademikusit, pra revistës shkencore ndërkombëtare me bord editorial ndërkombëtar. Nuk duhet këtë qenë e lehtë apo jo, për ta realizuar. Faktun e kam edhe në dorë tani. Faleminderit edhe që ma dërgua. Faleminderit dhe juve. Unë faktikisht do t'i referohem këtij lajmi, është vërtet një lajm shumë i rëndësishëm sepse tregon për një nivel maturie, pjekurie të punës akademike dhe shkencore në Universitetin Pavarësia. Unë do ta prezantojmë si universitet në hapjen e vitit akademik, ditën e hënë, dhe në detaje do të flas për revistën në atë prezantim. Është mëse normale, nuk është e lehtë. Një revistë ndërkombëtare me një ISSN, do të thot me një numër serial ndërkombëtar, me një bord editorial ndërkombëtar, dhe kur flitet për një bord editorial ndërkombëtar me emra ekspertësh, akademikësh nga më të shquarit e fushës, të cilët do të bëjnë shikimin, seleksionimin e gjithë punimeve për të pasur më pas për të dhënë mundësinë kërkuesve, studiuesve të reflektojnë punimet e tyre në faqet e kësaj reviste kaq të rëndësishme. Thash, është një tregues i maturisë, por është edhe një tregues i asaj se ne punët jemi munduar t'i bëjmë duke ruajtur parametrat edhe duke pasur parasysh gjithë kriteret, apo të themi duke pasur shumë të qarta synimet tona. Asaj të një rrugë gjatë, të themi, në arsimin e lartë, të gjatë dhe suksesshme. Të hënën në është dita e parë e vitit të ri akademik. Çfarë do t'ju thoni studentëve? Është dita e parë e vitit akademik 2010-2011 në Universitetin Pavarësia. Në fakt, do doja t'ju pyesja edhe pse. Kjo vonesë, pra, në fillim. Universiteti Pavarësia i hapi dyert e veta vjet në datën 19 tetor, dhe ishte pikërisht dita e lumimit të Nën Terezës. Edhe ne këtë traditë jemi përpjekur ta ruajmë. Sepse kërkojmë, domethënë, nuk ka qenë vetëm një momenti, një përjetimi të fortë emocional lidhja e këtyre datave, pra e kësaj ngjarje kaq të rëndësishme për universitetin dhe një ditë kaq të shenjtë përmbar kombin shqiptar. Por është, si të thuash, një lloj guardian i vlerave. Do të thotë, kërkojmë që ta ruajmë atë linjën, atë lidhjen tonë të fortë shpirtërore dhe mendore me të tilla kontribute, me të tilla figura të shoqërisë njerëzore, të cilët kanë ditur mbi vlerat, mbi atë çka është më mirë njerëzimit, të vendosin çdo gjë, qoftë edhe interesat e vogla. Ne kërkojmë t'i përmbahemi kësaj, për ne është një sfidë e madhe të ndërtojmë një institucion të mirëfillt të arsimit të lartë. Dhe duke u referuar asaj që ju thatë, si u drejtojmë studentëve, u drejtojmë familjeve të tyre, duke ripërsëritur atë premtim që ne bëm me hapjen tonë, por që tani pas një viti akademik, studentët të gjitha ata që besuan karrierën e tyre, formimin e tyre, të ardhmen e tyre te Universiteti Pavarësia, janë të bindur se ka qenë një premtim i mbajtur dhe janë të bindur se kanë bërë zgjedhjen e duhur, janë shumë entuziastë dhe unë jam e sigurt që ky entuziazëm tek ata do të ripërsëritet ashtu siç shoh entuziazmin shumë të madh të studentëve që zgjodhen këtë vit të vazhdojnë studimet në Universitetin Pavarësia, apo ata që do të zgjedhin dhe janë të shumt do të zgjedhin të vazhdojnë studimet në ciklet e avancuara, në ciklin e dytë të studimeve në universitetin tonë. U siguroj që atë eksperiencë që përjetuan studentët vitin e parë do ta përjetojnë, po ata që do të ulen për herë të parë, do të vinë për herë të parë në auditorët e Universitetit Pavarësia, do të punojnë dhe do të studiojnë në një universitet i cili u përmbahet përgjegjësive të veta. Dhe i referojmë këtu përgjegjësive të veta ndaj studentit, përgjegjësive të veta ndaj familjeve të tyre, që me shumë besim i sjellin fëmijët e tyre, sepse janë të bindur që atje po hedhin bazat e karrierës tyre, bazat e formimit tyre, bërë kjo në një institucion që u krijon atyre, i ndihmon